Edhe sot ja ku jemi me horoskopin nesër. Këtu është horoskopi i Mërkur 9 prill 2025. Dashi. Duhet të arrini, gjëja e rëndësishme është të mbylleni me të kaluarën dhe të filloni përsëri mbase me të njëjtin person, por me qëndrime të tjera. Demi. Dita më e mire për punë. Dashuri në shërim. Binjakët. Ju do të fitoni një sfidë edhe sot, për ata që punojnë në vetë, fitesa të vogla ose zhbllokimi e çështjeve ligjore. Zgjimi i mundshëm i një ndjenje. Gaforja. Kjo është një ditë pozitive. Në dashuri do të jetë e mundur të fitoni një sfidë të vogël, por gjithçka varet nga ju. Luani. Sot vullneti për të jetuar dyfishohet dhe ne përpiqemi të kompensojmë kohën e humbur. Në dashuri duhet të sqaroheni, tani loja është në duart tuaja. Virgjeresha. Mos e humbisni këtë ditë të mirë me njerëz që ndoshta nuk mund t'ju japin atë që dëshironi, sepse janë larg ose nuk i mbajnë disa premtime. Peshorja. Mbyllni gjërat që ju interesojnë më shumë deri më sot. Në dashuri përballeni me ndryshimet që mendoni se janë të domosdoshme, sepse njohuritë tuaja me të vërtetë mund të vlejnë shumë gjatë kësaj kohe. Akrepi. Ditë interesante. Epo studimi. Shigjetari. Ju jeni të zemëruar sepse duhet të flisni me ekspert për të rregulluar një problem pune ose letre, për të marrë leje. Lodhja ka të ngjarë të marrë përsipër. Britqapi. Mund të them që ky është një kthim në anën tuaj, jeta profesionale në rikuperim të madh, projekte. Ekziston një rinovim i shkëlqyeshëm që ju dëshiruat. Ujori. Dita e përgjithshme e ndërtimit, e rëndësishme. Mundohuni të organizoni një kohë të këndshme, një kohë e mirë vjen edhe për ata që kërkojnë dashuri. Peshqit. Emocionet janë më të gjalla nga pikpamja e përvojave, nga këndvështrimi i emocioneve. Ka shumë për të rikuperuar edhe në nivelin e trupit. Ka pasur shumë vonesa në kontrata, shumë lëshime. Në këtë moment është e mundur të rikuperoni edhe kohën e humbur. Regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.